Ndërkohë, ka rrezik banesat, ka patur evakuime, zoti Vengu, pra dhe çfarë pritet gjatë natës? Ju jeni nga dishmëri, jeni në terren, ka ndonjë situatë që mund të jetë në përkeqësim në vijim apo jo? Atëre, në totalitet në qarkun e Lezhës, rreth 90 banesa vlerësohen që janë prekur nga vërshimet e ujrave. Nuk janë evakuuar familjet, sepse jo detyrimisht ujrat kanë mbritur në tërsinë e banesave, por kanë qenë kryesisht obore apo edhe biznese rast pas rasti. Kemi pasur evakuim vetëm të 4 banesave, familjet e të cilave janë të akomoduar pranë shkollës profesionale, konviktit shkollës profesionale të bashkisë Kurbin dhe të bashkisë Lezhë. Në këto momente nuk kemi situata të agravuara, fronti është ende dinamik prek tërsinë e bashkisë së Shkodrës, bashkinë e Lezhës dhe zbret progresivisht edhe përgjatë Tiranës dhe Elbasanit, do jenë orë shumë dinamike, ndaj dhe rezervoj për momentin vlerësimet që mund të vinë më vonë. Zoti Vengu, keni patur bashkëpunimin e banorëve, sepse janë situata që duhet, edhe bashkëpunimi tyre, autoritetet janë terren, me sa ju kemi ndjekur gjatë gjithë ditës. Besoj se ne kemi një zinxhir paralajmërimi tashmë dhe një zinxhir reagimi të emergjencave civile, i cili vjen hap pas hapi bazuar në vlerësimin e riskut, qoftë me burime satelitore, shërbimi meteorologjik ushtarak dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cila koordinon pushtetin qendror dhe pushtetin vendor sipas nevojave në terren. Aktualisht kemi bërë një shpërndarje të forcave të armatosura në 4 këndshin midis Lezhës, Kurbinit, Mamurasit dhe Fumanës për të ardhur në ndihmë pikërisht banorëve në zonat më të prekura. Ka qenë kryesisht dhe ulësira perëndimore në fakt dhe zonat bujqësore, të cilat kanë pasur vërshime të rëndësishme, konsiderohen rreth 50 hektar në ujë. Ajo që mund të them për momentin është që gjitha masat parandaluese që janë ndërmarrë që nga fundjava edhe në fillim të javës kanë rezultuar produktive. Kemi një situatë shumë pozitive në Shkodër, ku akset qoftë të kullimit, qoftë edhe kolektorët dhe hapja e tyre dhe investimet intensive që janë bërë në periudhën e kaluar kanë rezultuar shumë të efektshme dhe kanë parandaluar një situatë që mund të ishte shumë më e vështirë. Gjithashtu, një parandalim është kryer edhe për sa i përket menaxhimit kaskadës së Drinit. Kemi një situatë të mirë menaxhuar dhe kanë marrë masat të gjitha infrastrukturat kritike dhe veçanërisht korporata elektroenergjetike shqiptare për të mundësuar që të mos kemi më rrezikun e hapjeve të portave, por aktualisht kemi rezerva të mjaftueshme në Koman dhe në Vaun e Dejës, që na bën optimist se mund ta tejkalojmë këtë 24 orë pa pasoja të mëdha. Ndërkohë, për ta mbyllur situatën e përmbytjeve, një apel të fundit ndaj banorëve, se do të flasim edhe pak për çështje të tjera. Edhe një herë se nuk të dëgjova drejt. Po, duke qenë se po shkojmë te fundit të kësaj pjese të intervistës, pra për përmbytjet, një apel që keni për banorë, se duhet kaloj edhe në çështje të tjera që lidhen me mbrojtjen. Banorët, që është e vërteta, kanë qenë absolutisht bashkëpunues, i bëj thirrje kryesisht për sa i përket përdorimit të akseve dytësore, të cilat janë shumë të prekura nga rrëshqitet e dhereve apo gurve, pavarësisht se hapen në mënyrë periodike dhe të gjitha skuadrat e autoritetit rrugor janë në terren 24 orë dhe vijojnë të hapin aksese në mënyrë që të mos ketë asnjë fshat të izoluar. Por që është e vërteta shumë e nevojshme që banorët jenë të dishëm që disa rrugë kalime mund mos jenë të sigurta në momente vërshimi dhe duhet të qëndrojnë në gatishmëri në momentet kur emergjencat civile i kërkon ose të zhvendosen ose të pezullojnë transportin e tyre drejt rrugëve dytësore. Është shumë e rëndësishme që të zbatohen gjitha këto udhëzime dhe që është e vërteta deri më tani nuk kemi pasur raste të një natyre kritike.